Segmenti i rrugës kombëtare Librazh Prenjas është rikthyer në funksion të plot pas një ndërhyrje disa orëshe të ekipit të emergjencave dhe mjeteve të rënda, të cilat punuan pa ndërprerje për të pastruar trasen e bllokuar nga rrshitjet masive të gurve. Ngjarja u regjistrua pasi qindra metër kub materiale inert ran nga shpati i Kodrës, duke mbuluar plotësisht rrugën dhe duke pezulluar qarkullimin e mjeteve në të dyja drejtimet. Shpati në fjalë ndodhet në një zonë ku po kryeshin punime për ndërtimin e një segmenti të ri rrugor, pjesë projektit të madh infrastrukturor të njohur si Korridori 8. Menjëherë pas bllokimit të aksit, në terren u angazhuan fadroma, kamion dhe ekipe teknik, të cilët punuan për rreth 7 orë për të larguar gurët dhe për të garantuar sigurinë e kalimit. Pas pastrimit të plotë të trases, qarkullimi i automjeteve rifilloi normalisht. Autoritetet rrugore theksojnë se ndërhyrja u realizua me prioritet maksimal për të shmangur rreziqet për drejtuesit e mjeteve dhe për të minimizuar ndikimin në trafik. Ata u bëjnë apel shoferëve që tregojnë kujdes të shtuar të respektojnë sinjalistikën dhe paralajmërimet, veçanërisht në zonat ku vijojnë punimet intensive. Rihapja e segmentit konsiderohet një masë emergjente për rikthimin e lëvizjes së normale në këtë aks të rëndësishëm që lidh Librazhin me Prenjasin, ndërsa monitorimi i zonës do të vijojë për të parandaluar episode të ngjashme në të ardhmen.